Të vendosësh kufij nuk të bën egoiste. Shumë vajza janë rritur duke menduar se gjithmonë duhet të jenë të disponueshme për të gjithë. Duhet të përgjigjesh gjithmonë, duhet të kuptosh gjithmonë, duhet të falësh gjithmonë, duhet të sakrifikohesh gjithmonë dhe për vite me radhë shumë vajza janë mësuar që të vendosin nevojat e të tjerëve përpara nevojave të tyre. E pastaj habiten pse ndihen të lodhura kaq shumë emocionalisht, sepse askush nuk mund të jap pafundësisht pa mbushur veten. Kufijt nuk janë mure që ndërtohen kundër njerëzve. Janë dyer që vendosin se kush hyn në jetën tënde dhe si hyn. Të thuash jo nuk të bën njëri të keq. Të zgjedhësh veten tënde nuk të bën egoiste. Të largohesh nga gjëra që të lëndojnë nuk të bëjnë të ftohtë. Të gjitha këto të bëjnë që ti të jesh e shëndetshme emocionalisht, sepse kur një vajzë mëson të vendos kufij, ajo nuk po largon njerëz. Ajo po fiton respekt për veten,